Shpesh herë në familje, po dhe mes kolegësh kemi dëgjuar duke thënë që kam djegësim të lukthit. A ekziston kjo djegësima e lukthit edhe si pasojë e çkafit vjen? Po, ashtu pacienti domethënë ka një ndjenjë subjektive, ashtu edhe shpreh atë simptom, domethënë një djegësim. Siç thashë më parë, domethënë ndonjë pacient kur shehet, e ndjen një farë ndjesë, një farë ndjesie pakëndshme mbi umbilikuz, domethënë mbi kërthisë këtu, në gjonin epigastrik. Mandej shoqërohet me, siç tash po im edhe patologji tjera, do thotë ato lidhen krejt, domethënë ezofagu është pjesa e parë e procesit të kapërdimit, domethënë të procesit të gëlltitjes e këto. Domethënë për ezofagut ushqimi kalon në lugth. Ezofagu i ka dy pjesë, domethënë pjesën e sipër dhe të poshtme, që thonë sfinkter apo kanale e sipër poshtëm. Që thonë pacientë, domethënë populli e kam këtu kanalin qel poshtëm, i kanë thonë ashtu mjek. Për këtë arsye domethënë dy kanale. Po në momentin domethënë ushqimi kur kalon për ezofagun në lugth, apo ndëgjoni? Po ju dëgjoj, po ju dëgjoj. Kur kalon ushqimi për ezofagut në lugth, atëherë në rregull duhet ai sfinkteri poshtëm, domethënë si ventil, duhet të mbyllet. Parasysh se ushqimi domethënë jep kohë më tretë në lugth, edhe për mos u bë refluks. Domethënë mbyllet. Në momentin kur tretet ushqimi në lugth, kalon në procese të tjera nëpër zorë edhe jashtë. Mandej ezofagu i poshtëm sfinkteri poshtëm i ezofagut do të mbyllet në momentin kur kalon ushqimi prej ezofagut nuk për mos u kthy ushqimi. Në momentin kur tret ushqimi domethënë përgatitet atëherë ezofagu për ushqimin tjetër, domethënë një dozën tjetër, atëherë kapaku i poshtëm duhet të hapet. Po domethënë në momentin kur kapaku i ventil çaj sfinkteri poshtëm të pacientit ezofagut është i hapur, atëherë ka mundësi me pas pacientin domethënë ndjen si hiperaciditet, domethënë si thartirë, që thënë na pacienti domethënë e ka ndjenjen e thartirës, i kthehet lagët, domethënë prej luktit, parasysh se gjen terren të përshtatshëm. Kur është kapaku i hapur, ai u ket ushqimi edhe acidi dhe lukti edhe pjesa tjetër çka konsumojmë kthehet lart edhe shkakton probleme edhe në ezofag tash. Domethënë pacienti ka ndjenjen e djegësimit, do thotë ndjenjen e dhimbjes, edhe dhimbje. Edhe shpesh pacienti domethënë mund të jetë konfuz edhe me problemet kardiake, domethënë që është normale, se shumë imiton sëmundjet kardiake, mirë po ne mandej me EKG me gjëra tjera e përjashtojmë ato. Po, shpesh herë këtë pjesë dim edhe ta tejkalojmë duke përdorur sodën e bukës. A është e preferueshme, a guxon që të përdoret soda e bukës kur ka probleme me lukthin? Po shumë pacient kum pas këtu në përvojë, po edhe në populli tjerë, domethënë, ndoshta dhon vetë kum konsumuar edhe ndonjëherë sot bukës parasysh është neutralizues, është bikarbonat i cili neutralizon acidin. Edhe domethënë pacienti ndjen një palëtësire, mund të gromësirave domethënë që i asaj edhe thotë që më ushqyru. Mirë po nuk jam i kësaj qase, domethënë po folin aspektet e mjekut. Parasysh se domethënë sa që të ka njeriu domethënë pacientin kësaj simptome si djegësim apo fryrje, nuk është të thonë domethënë me njerë me marr sot dhe me te kalu mi pushu. Parasysh se është qetësi momentale. Thotë ajo mundet prapë me ndodh. Për këtë arsye një pacient nëse i ndjen këto nevojë, domethënë nëse i ndjen këto simptome, ndonjë fryrje, ndonjë thartiri, ndonjë ndjesi jo këndshme përmbi kërthisë, ose ndjekësi paratis, domethënë në toraks, në gjoks këtu, atëherë kisha udhëzuar me ardh te specialisti dhe mi bëni një check-up, një vizitë.